YouTube po e hap vlogun në mënyrë pak kaotike në rrugë me pak zhurmë. Ndodhem në Rotterdam. Për momentin po drejtohem drejt hotelit që të bëj check-in sa më shpejt. Është shumë ftohtë, do jetë diku te 5 gradë. Ka erë dhe një shi I int. Tani më duhet ta mbyll se ka shumë zhurmë edhe nuk është shumë e këndshme as për ju. Dhe do ju shpjegoj më shumë kur të mbëri në hotel. Në fund erdha bëra check-in, do I bëj një little room tour. Tu është hyrja e dhomës. Dhoma është e vogël, por është super cute, me një pamje fantastike atje. Një televizor të vogël, afti me një makinë espresso për në mëngjes, super cute. Këtu kishte një mini dhomë me një krevat tek, më thanë që do të japim dhomën me 3 krevate, pra një dopjo një tek, sepse këto kishin available. Por me të njëjtin çmim. Thash normalisht që do e marr. Këtu kemi banjon, shohim se si është. Super cute, super e vogël. Dushi. E vogël, por nuk mungon asgjë në banjo. Oh my god, shikoni pak çfarë pamje kam me fika dritën që t'ju tregoj më mirë. Një pamje nga ura e Rotterdamit. Ka qenë një ditë shumë e gjatë sot, edhe po ndihem pak më e qetë. Në fakt sa po mbarova room tour, nuk kam filmuar më, shkova direkt që të konsumoj darkën se kisha shumë uri, isha vetëm me një brioche dhe me një kafe në mëngjes, edhe nuk filmova. Është natë dhe me këtë telefonin tim kualiteti është katastrofë, e kam kuptuar nga video e kaluar që kam bërë. Edhe kam vendosur që të mos filmoj më natën, derisa të blej kamerën normalisht, dhe kamerën do e blej kur të bëj një ndjekës në YouTube. Pra, kur të arrijë 1000 ndjekës në YouTube, 1K subscribers,
do blej kamerën. Nuk kisha kohë në fakt t'ju flas, dhe tani po e marr kohën që t'ju flas. Ka qenë një ditë e bukur, por shumë e ftohtë. U zgjova në mëngjes, mora Flixbus nga Brukseli në Rotterdam. Kam gjetë biletën super lirë. Tash, okay, me vete, dua të bëj një city trip. Dhe po shikoja në Flixbus biletat më të lira. Pash Amsterdam, pash Paris, pash edhe ca vende tjera në Gjermani, Luksemburg, edhe Rotterdam ishte më e lira. Në fakt nuk kam qenë kurrë në Rotterdam. Është hera e parë që po vim, edhe thash, okay, pse jo. Pastaj fillova të shikoj për hotel. Hotelet janë pak më shtrenjtë. Nuk janë bileta autobusi. Normalisht varet edhe ku e gjen hotelin, a është në qendër, a është në periferi të Rotterdamit. Unë jam në qendër. Nuk i dija që hotelet bënin ulje për Black Friday. Dhe këtë hotelin që e kam marrë, e gjeta me 50% ulje dhomën. Hotelet e tjera kishin të njëjtin çmim, po pa ulje, dhe nuk ishin hotele aq të mira sa ky. Rotterdami është një qytet i ri. Gjithçka është e re, moderne, pallatet janë të reja. Nuk është sikur Amsterdami, diçka e vogël, rrugët cute, me ato shtëpizat e vogla tipike. Këtu është gjithçka moderne. Që nga buildinget, që nga urat, ka shumë drita, është shumë qytet modern. Gjatë luftës së dytë botërore, 80% e Rotterdamit ka qenë komplet e bombarduar, edhe që atëherë janë munduar që ta bëjnë qytetin nga fillimi. Dhe vetëm 20% e qytetit, pra çfarë ka qenë e vjetër, ka ngelur. Në fakt e mora kafen te ajo qendra që ishte pak më cute, me shtëpizat e vjetra. Ishte shumë ftohtë. Në aplikacion thoshte që është 7 gradë, por unë e ndjeja sikur është -5 gradë, që shumë erë, një shi imt, domethënë që të bënte qull, një erë që vinte pas shiut, dhe edhe nuk kam filmuar. Se nga ora 2-3 ja ka nis një fortunë e madhe. Thash aty në moment, Ani, shpejto, shkon në hotel, sa s'ka marr era me vete, që një erë e tmerrshme, fortunë. Sa po filmova pak atë urën, aty ja nisi fortuna e madhe. Tani më mungon vetëm një çaj, por s'kam ujë goca. Nuk kam ujë, se harrova të blej një shishe. Tu kishte çaj, do pyes në recepcion se patjetër më duhet një çaj që ta marr veten me të mirë. Sikur ajo fortuna e madhe edhe ajo era që më zuri nuk mjaftonin, më kishin ardhur edhe rregullat, dhe unë nuk dija gjë fare. Thjesht kisha dhimbje barku, edhe nuk kuptoja asgjë. Nuk e dija, a më lejohet të flas për këto në YouTube? A më lejohet të flas për këto? Nuk e di, do pyes Dorën. E dini shumë mirë se si ndihemi ditën e parë dhe ditën e dytë. Unë për vete jam... Plani nesër është të shkoj në Amsterdam, mezi po pres. Amsterdam kam qenë disa herë, por do ta shoh Amsterdamin në fund të nëntorit. Besoj që i kanë ndezur dritat e fund vitit, e kanë zbukuruar, nuk e di, shpresoj, se kam parë kur Amsterdamin të zbukuruar. Gjithmonë kur kam qenë në Amsterdam, ka qenë verë ose pranverë ose vjesht, jo dimër kështu i ftohtë. Kam rezervuar autobusin, është nesër në orën 11, nisem nga Rotterdam Central, bëri në Amsterdam Central. Do vishëm super trash, gjithse thoshte që Amsterdami ka më pak erë nesër. A shumë jam traumatizuar sot me këtë erën dhe me këtë fortunën, ju betohem, sa që rria e shikoja Amsterdamin a ka erë. Sa kilometër në orë është era nesër në Amsterdam. Your girl is traumatized. For real. Nuk e di, unë thjesht po filmoj, po mendoj që do i fshi shumë gjëra, ose edhe mund t'i mbaj. Se nuk e di, unë mendoj që nuk më njihni mirë. Është fillimi, janë videot e mia të para, nuk është se bëj video edhe shumë shpesh. Dhe këtë ma keni kërkuar që të bëj video më shpesh, po mundohem, edhe pse kam shumë angazhime. Mendoj që ka shumë anë të Anit që nuk e njihni. Jam shumë funny në ditën e përditshme. Jam shumë funny se që tregoj veten këtu në YouTube. Madje edhe Dora më ka thënë që je si profesoresh, je shumë serioze. A mendoni ju që jam serioze në YouTube, se dua ta di me të vërtetë? Çfarë imazhi jap unë në YouTube? Me aq video sa keni parë. A jam shumë serioze? A jam si profesoresh? Më tregoni, jam shumë kurioze të di. Po e mbylli. Kjo ishte my small talk i darkës. Shpresoj që të bëjmë më shumë small talks me këtë super pamje nga Rotterdami. Shihemi nesër në mëngjes, ju puth.
Përshëndetje nga dita tjetër. Ndodhem në Amsterdam. Mora një brunch. Doja t'ju tregoj se çfarë ndodhi në fakt. Ne pash atë çunin që po shërbente dhe më duk si shqiptar. Thash, je shqiptar? Tha, po. Dhe fillon të flisni shqip. E pastaj komandova, e kur solli komandën, tha gëzuar festën. Dhe unë për një moment i kisha humbur komplet, harrova që është data 28 tetor. Momentalisht ndodhem tek marketi i tulipëve në Amsterdam. Fakti kisha bërë plan që të vi ditën, por nuk u bë, se isha shumë larg, edhe doja të kaloja kosa më shumë në qendër, është ora 4:30 diku, dhe është errësuar normalisht. Më bërë përshtypje fakti që ky market i luleve po rrin hapur edhe gjatë, do të thënë deri vonë, deri në orën 8 diçka. Unë kam vizituar, ka qenë edhe verë, edhe është super bukur verë. Dhe siç po thoja, më falni se ka shumë njerëz edhe ndodhin shumë aksidente. Gjithmonë më duhet ta ndal se di që edhe për ju nuk është mirë që të dëgjoni shumë zhurma. Dhe po thoja, ambianca është ndryshe kur është verë, por edhe këtu ndihmë po e shijoj shumë. Chocolate? It's a crème brûlée flavor. Sa bukur. Që të kaloj një anje e vogël me të rita. Hey goca, harrova që sot është Black Friday, edhe gjeta një Douglas që të vit përfiktoj edhe unë nga uljet. Qojmë si çfarë ka.